5 vite më parë, Vullnet Kuçi nga qyteti i Pukës vendosi që së bashku me vëllain e tij të hapë dyert e biznesit familjar. Vendosën që ta quajnë në Konak Guest House, duke ruajtur kështu historinë e vjetër të Konakut, por e gërshetuar me modernizimin. Prej 5 vitesh, së bashku me familjen time, kemi hapur një bujtinë në qytetin e Pukës. Bujtina quhet në Konak Guest House dhe është një hapësirë e cila ndodhet në periferi të qytetit, rreth 500 metra nga qendra e saj. Aktualisht ne ofrojmë shërbimin e akomodimit dhe mëngjesit dhe presim turistë nga e gjithë bota. Zgjodhëm të vendosnim emrin Konak Guest House si një emër i cili në vite më parë dhe në histori Konaqët përfaqësonin odat e burrave, të cilat mlidhnin gjithë traditën, historinë dhe ishin pjesë e pandarë e jetës sociale vite më parë. Ajo që donim ne ishte që të rikthenim këtë traditë, ndoshta në një mënyrë të moderuar dhe të shprehnim si një hapësirë e cila i përket çdo vizitori, çdo turisti që zgjedh të vijë në Pukë. Dhe me të vërtetë emri na ka ndihmuar shumë në thithjen e vizitorëve, për shkak se është dhe një emër i thjeshtë. Përveç tjerave, bujtina jonë është hapur pas pandemisë Covid në 2020. Një histori ndoshta jo shumë e mirë e jetës tonë sociale, por ne në një periudhë që gjithë vendosën që dhe ishte detyrueshme të mbylleshin në shtëpi, ne vendosëm pas asaj pandemie të hapnim një bujtinë. Ka qenë pak sfiduese për atë kohë, por ne kishim besim te kjo gjë dhe arritëm që të krijonim një hapësirë e cila priti shumë vizitor për shkak dhe të natyrës së bukur që ka Puka. Bujtinën e kam hapur së bashku me vllain tim në një hapësirë të familjes time, e cila nuk shfrytëzohej, dhe ideja ka ardhur pasi unë vite më parë shoqëroja turistët nëpër qytetin e Pukës në guida dhe eksplorime në natyrë dhe pash që kishte një mungesë të theksuar të këtij shërbimi. Puka ka njohur një zhvillim të madh turistik përgjatë dekadës së fundit, gjë e cila ka surprizuar edhe të riun pukian. Duke parë hovin e vizitorëve, ai synon të zgjerojë biznesin e tij, ku krahas akomodimit dhe fjetjes, synon edhe kuzhinën me ushqime tradicionale të Pukës. Sot ne jemi shumë të kënaqur me punën tonë dhe jemi realisht shumë të surprizuar nga numri i vizitorëve që vijnë vit mas viti, dhe kjo na ka motivuar që ne të punojmë më shumë dhe të përpiqemi të ofrojmë më shumë shërbime dhe kushte për vizitorët që vijnë në Pukë. Dhe jam shumë i lumtur që sot ne jemi shumë të vlerësuar dhe në faqet dhe rrjetet online, dhe kjo na bën që të punojmë më shumë për sezonin që vijnë në vazhdim. Aktualisht ne kemi 5 dhoma, dhoma të cilat kanë gjitha kushtet dhe presim deri në 14 vizitor. Synimi jon për këtë vit është që ne të zgjerohemi dhe ne presim se gjatë sezonit të verës të hapim dhe restorantin ton, i cili do jetë ndoshta një mundësi shumë e mirë edhe për vetë ne si biznes, por edhe për qytetin, pasi ofron ndoshta një shërbim i cili është i nevojshëm dhe besoj se ka për të pas një shtysë më të madhe për ne dhe për punën tonë. Vizitorët që vijnë tek ne janë nga gjithë vendet e botës. Fluksi kryesisht është në periudhën maj deri në shtator, ku ne presim vizitorë kryesisht nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia, dhe gjithë janë eksplorues të natyrës dhe janë njerëz që vijnë këtu për shkak se duan të zbulojnë gjithë zonën e veriut. Ajo çka personalisht mua më motivon shumë që të punoj dhe të jetoj këtu, është kjo punë në bujtinë,
pasi kam pas mundësi të njoh njerëz nga gjithë bota dhe të marr eksperiencat e tyre, përveç se të ofroj shërbim për ta, marr edhe nga ata ide dhe mendime se si duhet ne të ardhmen punojmë. Dëshira jeme është që një ditë në Puk të ketë sa më shumë të ri që punojnë në fushën e turizmit. Nuk është të thënë se duhet të kenë bujtinë, por mendoj që bujtina është një hapësirë që mund të realizojë kushdo, por ne duhet të jemi sa më të larmishëm në shërbimet që ofrojmë. Jam i sigurt që në të ardhmen në gjithë zona e Pukës, duke përfshi 2 bashkitë Puk dhe Fusharës, do jenë një surprizë e vërtet e eksploruesve të natyrës, për shkak se këto zona janë vërtet të pazbuluara dhe mbartin mbi vete shumë pasuri të mëdha natyrore, resurse fantastike që mund shfrytëzohen për turizëm të çdolojshëm, për aventurierët, për eksploruesit që duan të ngjisin malet, për eksploruesit e shpellave dhe për sportet e ndryshme të aventurës. Gjitha këto i them me bindje të plot, pasi unë kam rreth 8 vite që punoj në Puk dhe e njoh shumë mirë zonën dhe shpresoj që në të ardhmen të ketë sa më shumë aktivitete dhe njerëz që vijnë e vizitojnë Pukën. Një tjetër resurs i madh që mendoj se do jap gjatë këtij viti shtys turizmit në Puk është dhe hapja e zipline dhe parkut aventurës, një park i cili edhe një zipline i cili ndodhet shumë pranë qytetit dhe mund të them me informacionet që kam është zipline i më i madh në Ballkan dhe është i dyti në Europë, rreth 1.2 km i gjatë. Është një aventurë shumë e veçantë që mendoj që do jetë një hapësirë më shumë për vizitorët që të shpenzojnë kohën dhe të shijojnë natyrën e Pukës. I pyetur për sfidat më të mëdha që ai has, Vullneti liston ato të mungesës së fuqisë punëtore, si edhe promovimin e zonës në nivele më të mëdha. Sfidat janë të shumta jo vetëm në bujtinën tonë, por në çdo lloj biznesi. Një ndër ta sot është dhe gjetja e punëtorëve të kualifikuar dhe personave që ne mendojmë të punojmë vazhdim, për shkak se dhe pjesa e shërbimit duhet të jetë në një nivel sa më të mirë. Përveç tjerave, sfida janë dhe promovimi i zonës, pasi është vërtet zonë shumë e bukur, ka resurse shumë dhaja, por promovimi duhet të jetë ndoshta në një nivel më të mirë dhe më aktiv, për shkak se duhet të thithim atë target group i cili ka ato që ka dënë në Puk. Por jam i sigurt që me kalimin e kohës dhe me angazhimin shpresoj të shumë të rive në zonë, do kemi mundësi që t'jemi më konkurrues dhe Puka dhe Fusharësi t'jenë 2 zona model në zhvillimin e turizmit qëndrueshëm. Ajo çka mund të them që Puka e ka vlerë krahasuar me destinacione të tjera në veri, është klima shumë e mirë, është qyteti i cili vërtet është qytet i vogël, por që realisht është befasues për gjithë vizitorët që vinë, për arkitekturën, për pastërtinë, për hapësirat që ka, dhe mbi të gjitha mendoj që është një vlerë shumë e madhe dhe pyjet që ne kemi, pasi nga pyjet ne kemi pastaj ajrin e pastër, por dhe burimet e shumta ujore që Puka njihet tashmë në gjithë Shqipërinë. Dhe është një vend ideal për gjithë ata vizitorë familjar, grup mosha të rinj, turist të aventurës për shkak të rrugëve panoramike që ka. Dhe mendoj që është një atrakcion që i përmbledh shumë elementë së bashku dhe kjo është ajo që e bën Pukën realisht të veçantë. Krahas përmirësimit të infrastrukturës, krijimit të sporteve të aventurës dhe ndërtimit të zipline-it më të madh në Ballkan, Puka së bashku me Në Konak Guest House ka hapur dyert e mikpritjes.